10.000 persona pritet të përfitojnë nga amnistia penale që është dërguar në Këshillin e Ministrave, por përjashtohen të hetuarit, të dënuarit dhe të paraburgosurit nga institucionet e posaçme. Këtë e bëri të ditur ministri i drejtësisë Besfort Lamallari në një dalje publike për mediat. Numri i përfituesve është shumë i lartë. Më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ne kemi bërë qartë që kjo nuk përfshin personat të cilët kanë qenë në hetim, janë në hetim apo në gjykim nga GKK. I pyetur për qëndrimin e qeverisë për mandatin e deputetes Belinda Balluku, ai përgjigjet. Besoj që qëndrimi i mazhërancës ka qenë i qartë, ku siç ju jeni tashmë të njohur, kryeministri ka ushtruar të drejtën e tij për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Argumentet janë paraqitur aty, ku në thelb qëndron pretendimi i një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, por të kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Dhe këtu sigurisht kemi të bëjmë edhe me pushtetin legislativ, i cili konfirmon mandatin e ministrave, përfshi dhe mua, dhe nga ana tjetër dhe kushtetuta përcakton qartë që ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Për dekriminalizimin e shpifjes në mënyrë të pjesshme, Lamallari tha se nuk është direktive e Bashkimit Evropian dhe si e tillë nuk e penalizon anëtarësimin e vendit tonë në Union. Nuk ka asnjë direktivë të Bashkimit Evropian që përcakton dekriminalizim të plotë të shpifjes. Padyshim që kjo nuk e ndikon kurse rrugtimin tonë në kuptim të integrimit evropian. Ndonse debati për numrin e lartë të paraburgosurve ka qenë i hershëm, një vëmendje të veçantë ministri i kushtoi pikërisht kësaj kategorie, duke thënë se prezumimi i pafajësisë nuk duhet të mbetet i shkruar në kushtetut, por të ekzistojë në praktik.